Dhe këtu do të thotë vijnë produktet e freskëta, të cilat vazhdojmë t'i mbajmë në burre të rakisë. Pastaj këtu kemi lejthi organike, e cila nuk është e jona, por këtë e sjellim nga prespa e strugës së Maqedonisë. Është lejthi e certifikuar dhe është jashtëzakonisht do të thotë e mirë, po edhe jashtëzakonisht e shëndetshme. Këtu e kemi fëstëkun, i cili është i paqëruar, po kemi edhe fëstëk të qëruar. Do thotë pastaj e kemi arrën indiane, arrën e thyer. Këtu për shembull e kemi kikirikun. Këto i mbajmë në burre të rakisë, me qëllim që mi arrujt sa ma tepër vlerat edhe shijen e produktit ton. Përndryshe, produkti është i përpunuar për shembull dje. Ne kemi komplet maqinerin e përpunimit të frutave arrore, nga kalibrimi deri te tharja, qërimi, pjekja, dhe këtu do të thotë vijnë produktet e freskëta, të cilat vazhdojmë t'i mbajmë në burre të rakisë, për shkak se burret e rakisë i arrujnë vlerat edhe shijen. Ky është kikiriku për shembull, i freskët. Ajo çka do të thotë dallon te produktet tona është fakti që ne nuk përdorim as vaj shtesë, as krip apo diçka tjetër. Pra produkti është 100% i pastërt natyral.